Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, duke komentuar pak prajmin e mbrëmshëm, dinamikat, diskutimet që u krijuan dhe sidomos përballjen mes Elionës edhe Labit. Tani, Labi që kur ka hyrë në shtëpi, ka patur qëndrime shumë interesante. Në fakt, ai ka hyrë me një strategji që unë po arrit ta shikoj, një strategji që ishte pak një përzgjedhje e vështirë për të, sepse strategjia e tij është që të prekën në pikat e dobta. Dhe të prekësh në pikën e dobët, varet se çfarë bumerangu do të marrish në raport me banorin të cilin ti e prek. Labi e nisi lojën me Sasën, siç duket me Sasën nuk pati sukses, sepse Sasa është pak më goditse, pak më energjike dhe do me thënë, nuk e toleron Labin të vepron si të don ai, dhe më pas do me thënë e pa që banorja të cilën ai mund ta sundonte në këtë mes është Eliona. Unë pata komentuar edhe ditë më parë se si duhet toleruar nga ana e produksionit që informacionet nga jashtë të përdoren brenda, dhe ajo që mua mbrëm në fakt më ra në vesh gjatë prajmit, nuk dëgjova as nga opinionistet, as nga moderatorët, që informacionet nga jashtë është rreptësisht e ndaluar të përdoren në Big Brother, sepse jemi ndjekës të rregullt të këtij formati, dhe në të gjithë Big Brotherat, qoftë edhe ajo në Shqipëri, kemi dëgjuar që informacioni nga jashtë është rreptësisht i ndaluar dhe të paktën në Big Brother VIP Albania, banorët të cilët përdorin informacion nga jashtë eliminoheshin direkt nga shtëpia. Do me thënë, zarfi kuq i shumë përfolur natën e mbrëmshme ishte për Elionën, një mesazh për të. Videoja ishte pregaditur normalisht, ashtu siç produksioni dëshiron t'i pregadit. Nuk mu duke keqe informacioni që ju dha Elionës, okej, mu duk pak stresues për Elionën, sepse nuk është se kishte shumë informacion brenda saj, do me thënë duke mos patur informacion banorët brenda minjëherë krijohet kjo psikologjia se çfarë po ndodhen me mua jashtë, çfarë po flitet për mua jashtë, çfarë po thuhet për mua jashtë. Por Eliona ka një zgjuarsi që unë e vlerësoj, sepse nuk duan non-stop t'ja përmend moshën, nuk ka të bën mosha të njeriu, ka të bën mendja e tij. Eliona siç duket është e sprovuar që e vogël dhe vetjeta e ka detyruar që ajo të merr mësimin e jetës, do me thënë nga jeta të kupton më të bukurën, të kupton edukatën, të kupton kulturën, të kupton formën se si duhet të shprehet, të sillet, dhe mënyra se si u shpreh mbrëm Eliona, mua mu duk shumë diplomatike. Do me thënë ajo, para se ta tregon të gjithë situatën, se çfarë ka ndodhur në jetën e saj, gjë të cilën unë e kam shpjeguar, do me thënë, nuk ka qenë përzgjedhja e Elionës, se si mund të bën Eliona një përzgjedhje të tillë në moshë të re, por ajo i takon jetës së saj private, do me thënë është tepër private. Dhe besoj në rrëfimin e jetës së saj, Eliona do ta shpjegoj në detaje arsyen pse ka ndodhur e gjithë kjo gjë e madhe. Por, gjithsesi, mënyrën se si ja tha Labi, që Labi e solli si informacion brenda shtëpisë, mua mu duk do me thënë shumë përgjigje e zgjuar nga ana e Elionës, dhe kjo është arsyeja përse Eliona fiton shumë pikë te publiku. Do me thënë, ka banor që bëjnë zhurmë tër ditën, që këtë lojën të këtill, siç duket e ka përzgjedhur Labi, dhe unë do kisha dashur që familja e tij të kërkojnë një surprizë, edhe t'ia tregojnë të paktën deri diku lojën, sepse Labi unë e shikoj që ka shumë potencial, por ndoshta është ndikuar nga shtëpia mbrënda, sepse unë e kam thënë gjithmonë, Big Brotheri ose të rëmben ty, ose ti e rëmben atë, do me thënë njërën dysh, nuk mund t'i bësh të dyja në Big Brother. Dhe Labin siç duket e ka rëmbyer, dhe Labin nuk mundet dot në asnjë mënyrë të ndërtoj një si me thënë një identitetin e tim Big Brother. Tani Labi mbrëm u ka për shkurtesën e emrit Noti më thash, ato që merren me muzikë.
e din shumë bukur se labinot të regjët më përpara e kanë thirrë noti dhe zakonisht në Kosovë labinot të thirrën noti. Dhe mendoj që historia rrëfimi që bëri labinoti me gjithë respektin për atë gjë që i ka ndodhur, domethënë kundërdrejt familjes së tij, respekt veçantë, por ishte pak e egzageruar sepse po të futemi në Instagramin e tij ka me fakte labinot Rexha Noti dhe nuk ka asnjë gjë të keqe këtu, domethënë më vjen shumë keq sepse labi mendoj që ishte boll mirë i përgatitur, kishte studiuar boll bukur Big Brotherin, por kjo euforia që po bën kundërdrejt gjithë banorëve, po e nxjerr atë keq. Mendoj që po ta kishte nisur pak më avash, po të ishte pak më me këmbë në tokë, step by step, le të themi, do të kishte më shumë sukses të jashtëzakonshëm, por kjo gjë do të shihet në ditët në vazhdim. Domethënë, Eliona mbrëm mua nuk mu duk se u mbrojt nga produksioni, por ju tha ajo e vërtet që banorët mundohen t'ja mohojnë. Eliona nuk ka, domethënë, plasje të mëdha shpirtërore, është shumë e qetë, është shumë stoike në ndjesitë e saj dhe normalisht ajo pret momentin dhe realisht njerëzit e duruar në rastin e Elionës janë të fituar. Domethënë Eliona me 3 fjalë mbrëm ja gjuajti komplet në tokë të gjitha të lojë gjatë gjithë javës që Labinoti e bëri. Unë mendoj që Labinoti duhet të ndryshon strategjinë sepse edhe me londrimin nuk kishte esencë mënyra se si e krijonte dinamikën grindjen, por njëkohësisht edhe me opinionistët dhe me moderatorët nuk kishte lidhshmëri, rrëfimi i historisë, gjëra që po tregonte në vitin 2006, ku domethënë ai vet i ka bërë këto shkurtesa, vet ka bërë foto tek pishinat etj etj. Dhe mua kjo gjë nuk më duket e lidhshme. Mendoj që fansat e Labit duhet ta informojnë Labin me një dron brenda që t'i hapën syt dhe të luajë më bukur sepse mendoj që po luan me karta të shëmtuara, gjë të cilat do të nisin të bëhen shumë të bezdisshme në ditët në vazhdim.